A keni dëgjuar për planin e Mbretërisë së Bashkuar? Të gjithë emigrantët, pra azil kërkuesit që refuzohen nga ky vend, do të vendosen në vende të treta. Yes, we are in talks with a number of countries about return hubs, and I see them as a really important innovation. Edhe pse nuk është saktësuar se cilat janë këto vende, mediat britanike pretendojnë se në mesin e tyre janë Serbia, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia-Hercegovina. Kjo iniciativë vjen mes një numri rekord migrantësh që kanë kaluar në kanalin La Manche, gjë që ka shkaktuar polemika të sigurisë por edhe politike. Që nga fillimi i vitit 2025, më shumë se 14.000 emigrantë kanë hyrë në Britani përmes gomoneve, që është 37% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Me gomone më së shumti ishin afganët, sirianët, eritreanët, iranianët dhe sudanezët. Një ide të ngjashme ka edhe Komisioni Evropian, i cili po ashtu po shqyrton mundësinë e zhvendosjes së migrantëve nga vendet e BE-s në vendet e Ballkanit, që nuk janë anëtare të BE-s. Kështu, numri prej 60.000 migrantësh që Mbretëria e Bashkuar dëshiron të transferojë mund të jetë edhe më i madh. Kryeministri britanik ka provuar tashmë të bindë Shqipërinë që të hapë një qendër për emigrantët, por është refuzuar. Shqipëria ka bërë një marrëveshje të ngjashme me Italinë, por ato qendra tani janë bosh pasi gjykata italiane ka bllokuar ndalimin e migrantëve në Shqipëri dhe ka kërkuar që ata të kthehen në Itali. Nga Kosova megjithatë po vijnë sinjale pozitive. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se është e gatshme për bisedime sapo të vijë një propozim zyrtar. Vučić ka theksuar disa herë se Serbia nuk do të bëhet një hotspot për migrantët dhe mesazhe të ngjashme kanë ardhur edhe nga Bosnia-Hercegovina. Analistët mendojnë se për momentin bëhet fjalë për një testim të terrenit, për të parë nëse ekziston vullneti i vendeve të treta për të pranuar emigrantët. Plani ka shkaktuar reagime të shumta përfshirë edhe nga UNHCR dhe Amnesty International. Të parat janë skeptik dhe thonë se qendrat do të bëhen të përhershme e jo të përkohshme. Emigrantët nuk do të kthehen, por do të legalizohen, ndërsa të dytët thonë se kjo nuk është zgjidhje, por një degradim i të drejtave të njeriut dhe një mesazh i rrezikshëm për Ballkanin. Le të shqyrtojmë edhe një herë gjithë historinë. Emigrantët duan të shkojnë në Britani të Madhe, por ajo dëshiron t'i kthejë aty ku ata nuk duan të jenë, në Ballkan. Në vendet që përmenden, kushtet për migrantët janë të paktën të dobta dhe ata do të përpiqen sërish të arrijnë vendet e perëndimit, gjë që do t'i çojë sërish në duart e kontrabandistëve. Çfarë do të ndodhë me gjithë këtë do të mësohet në gusht, kur liderët e 6 vendeve ballkanike jashtë BE-s do të mblidhen në Londër në një samit në kuadër të procesit të Berlinit. Tema më e rëndësishme do të jetë pikërisht kjo, fati i migrantëve. Megjithatë, ajo që dihet është se politika e migracionit e perëndimit gjithnjë më shumë po ngjan me zhvendosjen e problemit nga kufit e tyre drejt Ballkanit. Në vend që të zgjidhen shkaqet, zgjidhen masa të përkohshme, të shtrenjta dhe të rrezikshme. Ballkani në këtë llogari po shndërrohet në një zonë parkimi për krizat migratore të tjerëve.